Të nderuar televizikues, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa dhe do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Ish-presidenti Ilir Meta u paraqit në gjykatën e posaçme brenda kafazit të Qelç në seancën e parë në themel. Gjykata pranoi që procesi të jetë publik, por e shtyu për shkak të mungesës së një pale dhe parregullsive në përfaqësim. Meta dhe mbrojtja e tij e cilësojnë çështjen si të montuar politikisht. Seanca e parë në themel ndaj ish-presidentit Ilir Meta dhe Monika Kuremade nuk arriti të zhvillohej plotësisht, pasi gjykata e posaçme vendosi të shtyjë për datën 11 maj ora 12. Vendimi erdhi për shkak të mungesës në sallë të Fatime Kuremadit, nënës së Monika Kuremadit, si dhe për faktin që avokatët e saj nuk dispononin prokurorën e nevojshme për ta përfaqësuar ligjërisht. Në nisje të seancës, Meta u shfaq brenda kafazit të Qelç, ndërsa gjykata miratoi kërkesën e tij që procesi të zhvillohej me dyert të hapura për publikun. Gjatë fjalës së tij, presidenti deklaroi se akuzat ndaj tij janë të sajuara dhe se procesi ka prapavi politike. Në të njëjtën linjë qëndrimi u shpreh edhe Monika Kuremadi dhe avokati i Metës, Kujtim Çakrani, të cilët pas përfundimit të seancës theksuan se bëhet fjalë për një procedim të montuar dhe të pabazuar në prova reale. Prokuroria përdor një mesazh që un kam thënë dua të marr një shtëpi, kam shkuar e kam parë shtëpinë, në qershor, korrik dhe në shtator e kam anulluar. Dhe prokuroria thotë që ky është një korrupsion. Fakti është un kam bler një shtëpi të cilën e kam ke Kodradjellit. Pra është si puna saj që ti shkon në një dyqan, provon një fustan, provon disa fustane, nuk i merr gjitha, merr vetëm njërin. Edhe shtëpia ka qenë një shtëpi e cila shkua, por ajo thotë pretendon që kjo shtëpi është marrë si premtim për ligjin e minierave që ka të bëjë ligjin 134 i 2014-s, për të cilën ky ligj e para një shtëpia nuk ekziston, por e dyta dhe ligji është vendim kolegjial, nuk është vendim personal edhe as përfitim ekonomik. Fakti që kjo gjykat, Klodi, nuk merr vendim ta japi ta shfaqë gjyqin online, vërteton dhe një herë që kjo ka frikë nga provat. Kjo ka frikë nga e vërteta dhe prandaj ata nuk kanë guximin që ta transmetojnë, që të shikojnë shqiptarët montimin që i ka bërë prokuroria çështjes së zotit Meta. Ilir Meta po hetohet nga SPAK për disa çështje, përfshirë dyshimet për korrupsion në çështjen Çezdia, ku sipas prokurorisë ai ka ndikuar për të favorizuar një kompani në procesin e mbledhjes së borxheve. Një tjetër pikë e hetimit lidhet me lobimin e Shteteve të Bashkuara gjatë viteve 2015-2017, ku autoritetet kanë ngritur dyshime mbi burimet financiare të përdorura. Seanca e radhës pritet të sqarojë më tej pozicionet e palëve në këtë proces, i cili po ndiqet me interes të lartë publik dhe politik. Prokuroria e posaçme ka hetuar 434 persona me masën e sigurisë arrest me burg gjatë vitit 2025, sipas raportit vjetor të prezantuar nga kreu i institucionit Klodian Braho. Ai bëri të ditur se ka rënje të ndeshme të përdorimit të kësaj mase sigurie krahasuar me vitin e kaluar, ndërkohë është rritur numri i çështjeve për korrupsion dhe janë sekuestruar miliona euro pasuri. Braho nga ana tjetër theksoi gjithashtu se mbetet shqetësim administrimi i kriptovalutave të sekuestruar. Prokuroria e posaçme ka bërë bilancin e punës për vitin 2025, ku rezulton se 434 persona janë hetuar në masën e sigurisë arrest në burg. Të dhënat u prezantuan nga drejtuesi i SPAK-ut Klodian Braho gjatë raportimit të tij në Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Sipas Brahos, krahasuar me vitin 2024, përdorimi i masës më të rëndë të sigurisë ka shënuar ulje të ndjeshme, si në numër absolut, ashtu edhe në raport në totalin e masave të aplikuara. Krahasuar me vitin 2024, masa e sigurimit të arrest në burg ka pasur rënje si në vlerë absolute me rreth 53.4% nga 236 raste në vitin 2024 në 110 raste në vitin 2025, ashtu dhe në raport me numri total të masave të aplikuara nga rreth 61% në vitin 2024 në 39% në vitin 2025. Gjatë raportimit, Braho foli për korrupsionin, kur tha se mbetet shqetësues korrupsioni dhe përfshin zyrtar të disa fushave. Për sa i përket luftës kundër korrupsionit, përfshirë dhe atë të nivelit lartë, dhënat e vitit 2025 tregojnë se korrupsioni në institucionet publike dhe sistemin e drejtësisë mbetet një fenomen shqetësues, i cili përfshin funksionar vendor dhe administrativ, por edhe prokuror, gjyqtar, punonjës policie e të tjerë. SPAK ka vijuar me vendosmëri hetimin e zyrtarëve të nivelit të lartë me 6 procedime të reja dhe 16 persona të tjerë në hetim. Në aspektin financiar, SPAK ka sekuestruar dhe konfiskuar pasuri në vlerë totale rreth 45.4 milion euro, ku përfshihen edhe 12.4 milion euro në kriptovaluta. Braho ngriti shqetësimin për mungesën e një kuadri të plot ligjor për administrimin e tyre, duke theksuar nevojën për zgjidhje institucionale. Ne deri tani kemi patur për problematik lidhe me mënyrën e administrimit të këtyre pasurive dhe na kanë ndihmuar autoritetet të tjera në marrjen, sekuestrimin dhe menaxhimin e kriptovalutave të sekuestruara, pasi ka qenë e vetmja formë
për mbajtjen e tyre. Në fund, kreu i SPAK-ut komentoi edhe debate mbi presionet politike, duke thënë se retorika politike nuk ndikoi në punën e prokurorëve, përsa nuk preken kompetencat ligjore të institucionit. Retorikat politike nuk përbën vetvete në kërcënim. Është thjesht një retorikë politike. Dhe për të kuptuar se kur do të jetë shqetësuese, ne kemi ilustruar rastin se kur. Pra është shqetësuese nëse kjo retorikë do shënohet me një situatë të ndryshimeve ligjore që mund të shënojnë kompetencat apo pavarësinë e institucionit. Konstatoj që nuk ka në situatë të tillë për momentin. Ai shtoi se SPAK duhet të ketë më shumë mekanizma bashkëpunimi ndërkombëtar për fshirnjojën e vendimeve të huaja për çështje penale në jurisdiksionin e tij. Policia e Lezhës ka shpadhur në kërkim Rigers Muçën, Aldo Muça dhe Florian Muça si autor të dyshuar të vrasjes së çiftit Kreshnik Mujeci dhe Gentiana Mujeci në Balltren. Hetuesi dyshojnë se ngjarja ka si motiv hakmarrjen për një vrasje të ndodhur në Shkodër në vitin 2016. Autorët e dyshuar nuk janë arrestuar ende, pavarësisht kontrolleve të shumta të policisë në zonë. Policia e Lezhës ka identifikuar dhe shpadhur në kërkim 3 persona të dyshuar si autor të vrasjes së dy fish të ndodhur në Balltren, ku humbi jetën Kreshnik Mujeci dhe bashkëshortja e tij Gentiana Mujeci. Sipas burimeve zyrtare, të shpadhurit në kërkim janë Rigers Muça, Aldo Muça dhe Florian Muça. Drejtori i policisë vendore të Lezhës, Arbena Sufi, ka deklaruar se nga hetimet paraprake dyshohet se ngjarja është e lidhur me hakmarrje, duke u referuar një konflikti të mëparshëm familjar që daton në vitet 2016 në Shkodër. Sipas policisë, menjëherë pas identifikimit të tyre, janë ushtruar kontrolle në disa banesa dhe ambiente të ndryshme, por pa rezultat konkret. Nga veprimet e mëtejshme hetimore, dyshohet se vrasja ka ndodhur për arsye hakmarrje. Hetimet vazhdojnë në mënyrë intensive në drejtimin e prokurorisë për dokumentimin e plot ligjor të saj. Për sa i përket autorëve, pas identifikimit të tyre, nga ana e strukturave policore janë ushtruar kontrolle në disa banesa dhe ambiente të tjera, por nuk është bërë e mundur gjetja e tyre. Këta persona janë shpallur në kërkim. Operacioni vijon në terren ku janë përfshirë forcat speciale RENEA, forcat kombëtare të sigurisë dhe strukturat operacionale të drejtorisë vendore të policisë Lezhë me qëllim lokalizimin dhe kapjen e autorëve. Sa i takon organizimit të ngjarjes, vrasësit kanë qenë të ndarë në 2 automjete, në një Volkswagen ku lëviznin 2 shitësit, ndërsa në një Audi në të cilin udhtonin vëzhguesit e çiftit Mujeci. Nga dinamika e ngjarjes rezulton se automjeti i markës Audi ka mbajtur në vëzhgim lëvizjet e shtetasit KM dhe më pas një automjet tjetër i tipit Volkswagen, pa targa. Dyshohet se ka prerë rrugën makinës ku udhtonte shtetarsi Kreshnik Mujeci së bashku me bashkëshorten dhe personat që ishin në automjet kanë qelluar me breshëri armësh në drejtim të automjetit të tij. Sipas hetimeve, në momentin e ngjarjes, Volkswagen i ka prerë rrugën automjetit ku udhtonte çifti Mujeci, duke u dhënë mundësia autorëve të hapin zjarr me breshëri armësh. Të 2 viktimat kanë mbetur të vdekur në vend. Kreshnik Mujeci rezulton të ketë qenë arrestuar më herët për një çështje tjetër penale së bashku me familjarë të tij për një vrasje të ndodhur në vitin 2016. Ai dhe i vëllai u shpallën fillimisht fajtor, por më pas u liruan nga gjykata, ndërsa gjykata e lartë më vonë e riktheu çështjen për gjykim në apel. Hetimet për vrasjen vijojnë ndërsa policia po punon për lokalizimin dhe arrestimin e 3 të dyshuarve të shpallur në kërkim. Kritikat e Elisa Spiropalit ndaj modelit të leadershipit në Partinë Socialiste kanë sjellë reagime të forta nga kryeministri Edi Rama. Gjatë mbledhjes së grupit parlamentar, Rama ka paralajmëruar deputetën për përjashtim nëse vijon me postime publike. Ai nuk e ka lejuar Spiropalin të replikojë, duke theksuar se debatet duhet të mbeten brenda strukturave të partisë. Diskutimi është zhvilluar në një mbledhje të gjatë ku u trajtua dhe procesi i integrimit evropian. Kritikat publike të deputetes së Partisë Socialiste Elisa Spiropali në mënyrën e funksionimit dhe modelit të leadershipit brenda partisë kanë shkaktuar tensione në radhët e mazhorancës. Çështja është diskutuar gjatë mbledhjes së fundit të grupit parlamentar socialist, ku kryeministri Edi Rama ka mbajtur një qendrim të prerë ndaj saj. Sipas burimeve nga mbledhja, Rama i është drejtuar Spiropalit me një paralajmërim të drejtë për drejtë, duke i kërkuar të ndalojë reagimet në rrjetet sociale dhe duke e vënë përballë mundësisë së përjashtimit nga grupi parlamentar në rast përsëritjes
ngritjeja të qëndrimeve kritike publike. Ai ka theksuar se sjellje të tilla ndëmtojnë kohezimin e brendshëm të partisë dhe krijon sipas tij situata të panevojshme. Gjithashtu kryeministri nuk e ka lejuar deputetën të marrë fjalë për replik, duke u shprehur se përgjigje do të jepte vetë ndaj deklarimeve të saj. Rama ka kujtuar edhe disa raste më parshme, të cilat i ka cilësuar si devijime apo qëndrimi i grupit, duke përmendur mungesa në votime dhe postime kritike në rrjete sociale. Në fund të diskutimit, ai ka kërkuar Spiropalit të reflektojë mbi qëndrimet e saj, ndërsa ka theksuar se Partia Socialiste funksionon mbi parimet e unitetit të brendshëm dhe disiplinës politike. Mbledhja është mbyllur me një bisedë të shkurtër mes tyre. Takimi i zgjeruar ka vijuar për disa orë dhe në të janë raportuar zhvillime mbi procesin e integrimit evropian të Shqipërisë. Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha dhe kryenegociatorja Majlinda Luka kanë prezantuar ricërinë e negociatave me fokus të kapitullit 24 që lidhet me drejtësinë, lirinë dhe sigurinë. Në mbledhje kanë raportuar gjithashtu edhe drejtues politik të qarqeve, ndërsa janë vënë re mungesa të disa prej tyre për shkak të angazhimeve jashtë vendit. Takimi vjen në një moment kur qeveria ka dorëzuar në kuvend raportin për progresin e integrimit dhe Shqipëria pret miratimin e hapave të radhës në procesin negociues me Bashkimin Evropian. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se po dëmton procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Deklaratat e ai i bëri pas takimit me një këshilltar të CDU-s, CSU-s në Bundestagun gjerman, ku diskutoi për standardet zgjedhore në vend. Berisha theksoi se integrimi duhet bazohet vetëm në merit dhe jo në ndikim politik. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka vijuar akuzat ndaj kryeministrit Edi Rama, duke e lidhur qeverisjen e tij me pengesën në procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Pas një takimi me Dr. Christian Fornek, këshilltar për politikën e jashtme pranë grupit parlamentar të CDU-s, CSU-s në Bundestagun gjerman, Berisha u shpreh se rruga drejt BE-s duhet të jetë e bazuar ekskluzivisht në merita dhe standarde të qarta. Në përqëllimin e gjitha pushteteve në dhuar të një njeriu, në rolin e jashtëzakonshëm të drogës, ku informova se në Shqipëri, në dallim nga Gjeorgjia dhe Bielorusia nga Big Brother, siç është atje, por Big Brother këtu është drogë, dhe Big Brother janë klanët e drogës, të lidhura me kreun e Meduzës. Mbajmë të dyja se përplasin mikrofon. Rand dakord që të intensifikojnë bashkëpunimin në interesin më të mirë të procesit integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, i cili theksoj dhe njerë, duhet të jetë një proces i bazuar në merit, sepse vetëm një proces i bazuar në merit është interesi absolut i qytetarëve shqiptarë. Është interesi absolut më i mirë i qytetarëve të Bashkimit Evropian. Në vijim të deklaratave të tij, Berisha ju përgjigj dhe akuzave të kryeministrit Edi Rama ndaj opozitës, duke i cilësuar ato si përpjekje për të shmangur përgjegjësinë politike. Ata përpiqen ta paraqesin sikur kjo parti nuk ka ndërmend në integrimin, por ka projekte veta në mënyrë të turpshme, por fatmirësisht këto mashtrime kanë marrë dhe janë kuptuar se ishin mashtrime të lobura, të paguara nga Edi Rama. Ndaj dhe ne jemi të përqendruar që me miqtë tanë të vërtet procesit integrimit të kontribojnë, të ndihmojnë që ky proces të jetë proces i bazuar në funksionimin e shtetit ligjor, funksionimin e ekonomisë së rregullt, që është interesi absolut më i mirë i shqiptarëve. Më falni, akuzat absurde të Edi Ramës se ne po e denancojmë këtu apo atje, dhe unë them dhe atyre pak individëve që më shtesin. Gjatë takimit në Bundestag, kreu i opozitës tha se ka diskutuar edhe për situatën e zgjedhjeve në Shqipëri dhe standardet e tyre, duke përsëritur kërkesën për krijimin e një qeverie teknike që do të garonte sipas tij zgjedhje të lira dhe të ndershme në të ardhmen. Gjykata e posaçme nuk pranoi kërkesën e mbrojtjes së Erion Veliajt për transmetim live të procesit gjyqësor. Vendimi u mbështet në kundërshtim të dytë pandehurve të tjerë të së njëjtës dosje. SPAK deklaroi se nuk është kundër transparencës, por kërkoi mbrojtjen e dëshmitarëve.
Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka rrëzuar kërkesën e mbrojtjes së kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj në transmetimin live të seancave gjyqësore që lidhen me dosjen ndaj tij. Vendimi u dha me argumentin se një pjesë të pandehurve në të njëjtën çështje nuk kanë dhënë pëlqim për publiku në kohë reale të seancave. Gjyqtarja Engjëllushe Tahiri bëri me dije se disa prej të bashkëndehurve, Elman Abule dhe Adela Kondakçiu, kanë shprehur kundërshtim të qartë ndaj transmetimit live, çka u mor në konsiderat nga trupi gjykues në rrëzimin e kërkesës. Në seancë Erion Veliaj nuk ishte i pranishëm fizikisht, por u përfaqësua nga avokati i tij Plaren Dreca. Zotit Veliaj janë vënë fizikisht disa prej materialeve dhe e ka konstatuar edhe gjykata edhe prokuroria që zotit Veliaj i mungojnë 24 fashikuj. Përsëri ky fakt u relativizua, pavarësisht se vetë gjykata ka marrë vendim për të njohur me gjitha aktet, 24 fashikuj zoti Veliaj nuk i ka. Njëkohësisht zoti Veliaj nuk ka asnjë provë digjitale. Pra zoti Veliaj nuk ka as mundësinë, po as nuk i ka që fizikisht prova digjitale, të cilat ka të drejtën kushtetuese ti lexoj, ti dëgjoj dhe ti verifikoj, ashtu siç edhe mbrojtja e tij. As mbrojtja nuk i ka, as zoti Veliaj nuk i ka. Ky nxitimi për të vijuar një proces, ndërkohë që nuk janë garantuar element thelbësor dhe bazik të një procesi rregullor, unë mendoj që ekspozon vetëm ata që marrin vendimar. Nga ana e tij, prokurori i Spakut Altin Dumani u shpreh se institucioni i akuzës nuk ka asnjë kundërshtim parimor ndaj transmetimit live të seancave, por theksoi se duhet të ruhet integriteti i procesit dhe mbrojtja e dëshmitarëve. Në të njëjtën seancë, mbrojtja e Veliajt të ngriti edhe shqetësime mbi administrimin e provave, duke deklaruar se të paktën 35 fashikuj ndodhen materiale digjitale që sipas tyre nuk janë hapur dhe nuk janë analizuar nga gjykata e seancës paraprake. Avokati kërkoi gjithashtu që këto prova të vijnë në dispozicion të plot dhe të bëhet skanimi i të gjithë dosjes hetimore. Po ashtu, mbrojtja kërkoi sqarim nga SPAK mbi mënyrën e administrimit të kallëzimeve të paraqitura nga Nesti Angoni dhe Nasta Pollumbi, duke kërkuar të dihet nëse ato janë dorëzuar me postë apo me email. Sipas Veliajt, këto persona nuk ekzistojnë, ndërsa ndaj tyre ai ka depozituar edhe një kallëzim paralel. Procesi pritet të vijojë në seancat e radhës ku palët do të paraqisin më tej argumentin dhe qëndrimet e tyre mbi provat dhe ecurinë e hetimit. Pas Ilir Metës, Erion Veliajt edhe ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj ka kërkuar që seancat gjyqësore në GJK të transmetohen drejt për drejt. Kërkesa është dorëzuar nga avokati i tij Henrik Ligori, i cili theksoi rëndësinë e transparencës në proces. Sipas mbrojtjes, publikimi i seancave garanton një gjykim të drejtë dhe informacion të plotë të opinionit publik. Ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj është bashkuar kërkesave të mëparshme për rritjen e transparencës në procesin gjyqësor, duke kërkuar që seancat ndaj tij në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar të transmetohen drejt për drejt. Kërkesa është paraqitur zyrtarisht nga avokati i tij Henrik Ligori, i cili në emër të mbrojtjes ka kërkuar që seancat të regjistrohen dhe përmbajtja e tyre të bëhet publike për qytetarët. Sipas tij, një proces i tillë do të garantonte standardet më të larta të transparencës dhe do të ndihmonte në rritjen e besimit të opinionit publik ndaj drejtësisë. Ligori ka argumentuar se publiku duhet të ketë akses të drejtë për drejtë në zhvillimet e procesit gjyqësor, duke konsideruar këtë si një element thelbësor të një gjykimi të drejtë dhe të hapur. Kërkesa vjen në një linjë me qëndrime të ngjashme të paraqitura më herët nga ish presidenti Ilir Meta dhe kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj, të cilët kanë kërkuar gjithashtu seanca të hapura për mediat. Arben Ahmetaj është i përfshirë në disa dosje hetimore nga SPAK, përfshirë edhe çështjet e njohura si buka, ndërsa ndaj tij rëndojnë akuzat për korrupsion, shpërdorim detyre dhe pastrim të produkteve të veprës penale. Një tjetër dosje, ajo i inceneratorëve, ndodhet në një fazë më të avancuar të hetimit dhe gjykimit. Çështja e transmetimit të seancave mbetet ende në shqyrtim nga gjykata e posaçme, ndërsa vendimarrja e saj pritet të përcaktojë nëse proceset ndaj zyrtarëve të lartë do të bëhen më të aksesueshme për publikun. Gjatë vitit 2025, veprat penale në vend kanë shënuar rritje si në numër ashtu edhe në persona të dyshuar. Sipas të dhënave të Instat, janë regjistruar mbi 38.000 vepra penale me një rritje prej 17.4% krahasuar me vitin 2024. Numri i autorëve të dyshuar ka kaluar në 45.000 persona, duke shënuar rritje mbi 13%. Ndërkohë janë evidentuar edhe 19 viktima nga këto vepra, shumica të lidhura me krime kundër personit.
Të dhënat më të fundit të publikuara nga Instat tregojnë një rritje të dukshme të kriminalitetit gjatë vitit 2025 në Shqipëri. Sipas raportit, autoritetet ligjzbatuese kanë regjistruar mbi 38.000 vepra penale, duke shënuar një rritje për 17.4 të krahasuar me një vit më parë. Në të njëjtën kohë, është rritur dhe numri i personave të dyshuar për kryerjen e veprave penale, i cili ka kaluar shifrën e 45.000 individëve, ose 13.2% më shumë se në vitin 2024. Kjo tregon një zgjerim të aktivitetit penal të evidentuar nga institucionet e drejtësisë. Sipas statistikave, gjatë vitit 2025 janë regjistruar gjithashtu 19 viktima nga vepra penale, ku rreth 39% e tyre lidhen me krimet kundër personit. Një e dhënë e rëndësishme është se gratë përbëjnë një pjesë të konsiderueshme të viktimave në këtë kategori me rreth 37% të rasteve. Raporti evidenton gjithashtu rritje të numrit të procedimeve penale, të cilët kanë arritur mbi 27.000, me një rritje prej 8.5% krahasuar në vitin e mëparshëm, ndërkohë numri i pandehurve ka shkuar në rreth 14.300 persona, duke u rritur me 9%. Në analizën e veprave penale, përndjekja rezulton të jetë një nga fenomenet më të përhapura, me një rritje të fortë prej 70% krahasuar me vitin 2024, po ashtu rritje të ndeshme kanë shënuar edhe krimet me dashje kundër shëndetit, si dhe veprat penale të lidhura me narkotikët, të cilët kanë ndjekur një trend rritës në të njëjtin nivel. Ecime të tjera zhvillime, Kosova ndodhet në më pak se 48 orë nga fati kushtetues për zgjedhjen e presidentit të ri, por negociatat politike mbeten pa rezultat. Kryeministri Albin Kurti nuk ka dhënë sinjale të qarta për një kandidim konsensual, ndërsa opozita ka propozuar emrin e Vjosa Osmanit. Nëse nuk arrihet marrëveshja deri nesër, vendi rrezikon të shkojë në zgjedhje të reja. Kosova po hyn në orët vendimtare për zgjedhjen e presidentit të ri, ndërsa afati kushtetues po afrohet dhe ende nuk ka marrë një marrëveshje konkrete mes forcave politike. Më pak se 48 orë para përfundimit të afatit, situata politike mbetet e paqartë dhe rreziku për zgjedhjet e parakohshme është reale. Kryeministri Albin Kurti nuk ka pranuar të japë një përgjigje të qartë nëse do të mbështesë emrin e Vjosa Osmanit si kandidate për presidente. I pyetur nga gazetarët, ai shmangu komente dhe mori pjesë në seancën përkujtimore kushtuar akademikut Recep Qosja, por pa dhënë sinjale mbi ecurinë e negociatave. Në të njëjtën linjë hashtag ka qëndruar edhe vet Vjosa Osmani, e cila ka komentuar publikisht mundësinë e rikandidimit apo mbështetjen eventuale politike për një mandat të ri. Nga ana tjetër, lëvizja vetëvendosje ka kërkuar dhe Lidhjen Demokratike të Kosovës që të paraqisin 3 kandidatë dhe presidentin, duke e cilësuar këtë si një propozim konkret për të shmangur krizën institucionale. Megjithatë, deri tani nuk ka asnjë marrëveshje të arritur. Në përpjekje për të zhbllokuar situatën, kreu i LDK-s Lumir Abdigjiku i ka propozuar Kurtit emrin e Osmanit, duke kërkuar garanci se 66 deputetët e shumicës do të mbështesin kandidaturën e saj, por deri tani nuk ka pasur asnjë reagim zyrtar nga vetëvendosja. Afati kushtetues për zgjedhjen e presidentit përfundon nesër dhe nëse deri atëherë nuk arrihet një marrëveshje, parlamenti shpërndahet automatikisht duke çuar vendin drejt zgjedhjeve të reja. Kjo do të thellonte paqartësinë politike në vend, në një moment ku institucionet kanë nevojë për stabilitet dhe bashkëpunim mes forcave politike. Bashkimi Evropian ka shprehur keqardhje që Serbia nuk ka ndërmarrë hapa konkret për të ndjekur penalisht përgjegjësit e sulmit në Banjsk. Reagimi vjen pas vendimit të gjykatës themelore në Prishtinë. Ndërkohë, për dënimin e tretë të akuzuarve, ndërkombëtarët vijojnë thirrjet që autorët të përballen me drejtësinë. Bashkimi Evropian ka reaguar sërish për sulmin armatosur në fshatin Banjsk të Kosovës, duke shprehur shkënjim për mungesën e veprimeve konkrete nga Serbia në ndjekjen penale të përgjegjësve. Në një deklaratë për Radion Europa e Lirë, një zëdhënës i BE-s theksoi se autoritetet serbe ende nuk kanë përvuçur detyrimet për të vendosur drejtësi për ngjarjen e vitit 2023. Ky reagim vjen pas vendimit të gjykatës themelore në Prishtinë, e cila dënoi me burgim të përjetshëm Blagoje Spasojevic dhe Vladimir Tollić, ndërsa Dušan Maksimović u dënua me 30 vite burg. Ata u shpallën fajtor për përfshirje në sulmin e 24 shtatorit 2023, ku mbeti i vrarë reshteri i policisë së Kosovës Afrim Bunjaku. Në një incident humbën jetën dhe 3 sulmues serb, ndërsa përgjegjësinë për organizimin e sulmit e mori Milan Radojčić, ishte kryetari i listës serbe. Autoritetet në Kosovë konsiderojnë atë drejtues të grupit armatosur dhe i cilësojnë sulmin si të organizuar nga struktura të lidhura me shtetin serb, akuza që Beogradi ka mohuar vazhdimisht. Ndërkohë, pjesa më e madhe e të dyshuarve, rreth 42 persona, vijojnë të
në Arati, pasi gjykata e Kosovës e refuzoi kërkesën për gjykimin në mungesë. Pavarësisht thirrjeve të vazhdueshme nga Bashkimi Evropian, NATO dhe Shtetet e Bashkuara, autoritetet serbe nuk kanë ngritur ende akt akuza, madje as ndaj Radojčićit, i cili besohet se ndodhet në Beograd. Gjykata e lartë në Beograd ka vendosur ndaj tij masa kufizuese duke i ndaluar lëvizjen jashtë banesës dhe duke detyruar të paraqitet rregullisht të polici, por pa ndonjë zhvillim të mëtejshëm penal. Situata mbetet një pikë tensioni në marrëdhëniet e Kosovës-Serbi, ndërsa ndërkombëtarët kërkojnë përgjegjësi dhe drejtësi për një nga ngjarjet më të rënda të viteve të fundit në veri të Kosovës. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 28 prill 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme me alternime mes kthjellimeve dhe rreshjeve lokale shiu. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në zonat perëndimore, ndërsa në zonat qendrore dhe lindore do të ketë vranësira dhe rreshje të her pas hershme. Pasditja vijon me zhvillime vranësirash dhe rreshje të izoluara. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 8 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 24 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 5 deri në 7 orë me diell. Era do të fryejë lehtë deri mesatare, nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:35 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:41 minutë. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 15 deri në 23 gradë Celsius, Kukës 12 deri në 21 gradë Celsius, Peshkopi 11 deri në 20 gradë Celsius, Tiranë 17 deri në 22 gradë Celsius, Durrës 15 deri në 22 gradë Celsius, Kavaj 15 deri në 22 gradë Celsius, Elbasan 15 deri në 24 gradë Celsius, Berat 14 deri në 23 gradë Celsius, Korç 8 deri në 16 gradë Celsius, Vlorë 16 deri në 22 gradë Celsius, Gjirokastër 13 deri në 22 gradë Celsius, Sarandë 15 deri në 22 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 28 prill 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me vranësira të pakta dhe rreshje të izoluara në disa zona perëndimore. Paraditja dhe pasditja do të kenë alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave me mundësi për rreshje lokale. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 8 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 24 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:28 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:38 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovic 10 deri në 21 gradë Celsius, Podujev 8 deri në 20 gradë Celsius, Skënderaj 9 deri në 21 gradë Celsius, Pej 10 deri në 20 gradë Celsius, Prishtinë 9 deri në 21 gradë Celsius, Gjakov 12 deri në 24 gradë Celsius, Malishev 11 deri në 22 gradë Celsius, Gjilan 10 deri në 21 gradë Celsius, Ferizaj 10 deri në 21 gradë Celsius, Kaçanik 11 deri në 20 gradë Celsius, Suharek 11 deri në 23 gradë Celsius, Prizren 10 deri në 21 gradë Celsius.
Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv, mund na ndiqni në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e televizionit Drita, bashkë me ju takofshim në edicionin e ardhshëm.